Mbi një ton droge importuar me një përfitim prej miliona eurosh që më pas investoheshin në Shqipëri për të blerë restorante e hotele, shkruan e përditshmja italiane La Repubblica, mbi aktivitetin e organizatës së trafikantëve të drogës, antarët e të cilëve u arrestuan dje nga policia italiane, gjermane dhe ajo shqiptare. Hetimet verifikuan gjatë muajve të fundit transportin e mbi 1 milion eurove në Shqipëri me anë të autobusëve të linjës Itali-Shqipëri. Mediat shkruajnë se parat transportoheshin sikur të ishin pako me rroba, ndërsa transportuesit e tyre merrnin 1% të shumës. Vetëm në muajt e fundit janë nisur nga Italia drejt Shqipërisë 300.000 euro cash në një pako të vetme, ndërsa lënda narkotike, kryesisht heroin dhe kokainë, sipas policisë italiane, trafikohej nga Shqipëria me anë të makinave të modifikuara, me një sistem të veçantë për zhbllokimin e të cilit duhet të aktivizoheshin njerësh larësja e xhamave, dritat e makinës dhe freksioni. Hetimet e këtij operacioni kanë nisur në shkurt të vitit 2014, pas sekuestrimit nga policia e Milano se 42 kg heroin. Hetimet e mëtejshme zbuluan ekzistencën e një grupi kriminal të degëzuar në veri të Italisë në Shqipëri. Nga Shqipëria trafikoheshin sasi të mëdha heroine e kokaine. Hetuesit italian kanë identifikuar furnizuesit shqiptar të kësaj organizate, si dhe korridoret e tyre të cilët importonin drogë në Itali me anë të makinave të modifikuara.